Ilir Ali Mehmeti është një prej figurave kryesore të Partisë Demokratike, i cili nuk e ka fshehur mendimin se PD duhet të ndryshojë për të fituar zgjedhjet e për të rikthyer në pushtet. Në një intervistë për Vision Plus, Ali Mehmeti shpjegon se takimi pak ditëve më parë mes tij, Ervin Salianit e disa prej kandidatëve demokratë që pavarësisht se morën vota, nuk arritën të zgjidhen deputet, synon pikërisht skicimin e rrugës ku duhet ecë forca më e madhe e opozitës. Sipas Ali Mehmetit, ky takim erdhi për shkak se forumet e Partisë Demokratike, siç është Këshilli Kombëtar, nuk janë mbledhur asnjëherë pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Është një takim ndërmjet demokratësh, ndërmjet njerëzve që dëshirojnë që Partia Demokratike të fuqizohet, të forcohet, të arrijë që këtë qeveri që është e kalbur nga koka e këmbët ta hedhë një orë më parë dhe mbi mënyrën se si shkohet aty. Duke qenë se asnjë forum tjetër i Partisë Demokratike nuk na ka thirrur pak të ndjenjën time për të diskutuar këto çështje, pra mbi sfidat që kemi pasur në përballjen që kemi pasur 11 maj, mbi ecurinë që mendohet mbrapa e me radhë. Atëherë diskutuam njëri me tjetrin mbi problematika të ndryshme, mbi mendimet dhe çfarë propozimesh mund t'japim ne, dhe një pjesë propozimesh do t'i çohen kryesisë së Partisë Demokratike. Ali Mehmeti shpjegon se nuk kërkon asgjë më shumë se sa zbatimi i parimeve për të cilat nisi rithemelimi i Partisë Demokratike. Unë kam hyrë në Partinë Demokratike, po themi në mënyrë strukturore, në prill të vitit 2022, pikërisht për shkakun se u diskutua hapja, u diskutua një rithemelim, u diskutua një meritokracie me radhë, dhe ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se kaq. Pra, në këto linja jemi afruar dhe këto linja kërkojmë që të ndodhin. Deri në këto moment diçka ka ndodhur, por shumë mbetet ende për t'u bërë. Kërkojmë një shpejtim të këtyre hapave dhe kërkojmë një riorganizim absolut Partisë Demokratike mbi këto shina. Po çfarë synon kjo lëvizje? A është lëvizje kjo kundër zotit Berisha? Ky është një takim mes demokratësh mbi problemi që na prekin të gjithëve nga i pari tek i fundit. Mbi problemi që ndoshta dikush nuk dëshiron të dëgjojë, ndoshta kjo na jep hapësirën për të dëgjuar, për të folur, për të komunikuar. Mendoj që përmes komunikimit konstruktiv, jo ndërmjet debatit destruktiv, neve mund të arrijmë shumë. Partia Demokratike kështu i ka arritur. Gjithposë ka pas regjime të forta përballë dhe ja ka dalë. Ka hedhur regjime shumë të forta se ky që po kalbet e po bëje vetë. Kështu të jemi të sigurt që nëse neve bëjmë një organizim siç duhet brenda, një përfaqësim siç duhet brenda dhe japim drejtën e fjalës dhe komunikimit gjithkujt nga baza deri në nivelet më të larta, dhe të tillë dhe bëjmë përfaqësimin e këtyre njerëzve, Partia Demokratike se ka diskutim fare fitore.